Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa lil zalimin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira, amma ba'd. Allahun azza wa jalla lavdrojmë, ata falenderojmë, vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë mbrojtje të Allahu azza wa jalla nga të këqijat e shpirteve dhe veprave tona, ata të cilët na udhëzon Allahu me mirësinë dhe urtësinë e tij nuk ka kush që humb, ndërsa ata të cilët lënë në humbje nuk ka kush që e drejton. Dëshmoj se nuk meriton të adhurohet askush me të drejtë përveç Allahut, i cili është një dhe nuk ka shok. Dhe dëshmoj se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe i dërguari i tij, paqja, mëshira, bekimet e Allahut azza wa jall qofshin mbi të, mbi familjen e tij të ndershme, mbi shokët e tij besnik dhe mbi gjithë ata të cilët e përcjellin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Sonte me lejen e Allahut azza wa jall do të shpjegojmë një hadith pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, të cilën transmeton Jubair bin Mut'im radiallahu ta'ala anhu, se ishin duke qëndruar një ditë me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe po vjen një beduin i cili jetonte në shkretir dhe po i thot pejgamberit sallallahu alaihi wasallam: ja Rasulallah, njerëzit janë lodhur, familjet janë shkatruar, pasurit janë paksuar, bagëtit kanë filluar me ngordhur për shkak thatësisë dhe që kishte kohë gjatë që nuk ishte ra shi. Atëherë lutë Zotin që të na lëshon shi neve. Nga se ne kërkojmë, o Muhammed, ja Rasulallah, ndërmjetësim për mesteje të Allahu azza wa jall. Dhe kërkojmë ndërmjetësim të Allahut për të te. Edhe kur të dëgjon këtë fjalën pejgamberi sasem, këtë fjalën e fundit që ky person pe merr Allahu ndërmjetësues të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, i thot subhanallah, subhanallah, edhe vazhdimisht të e përsërit këtë fjalë, vaj për ty, subhanallah, i lartë ai patmeta qoftë Allahu, i lartë ai patmeta qoftë Allahu, derisa edhe sahabët u preken dhe ponë se realisht ky foli diçka shumë të rëndë. Dhe vazhdimisht e vazhdoi këtë fjalë derisa i tha se a din çka e të thonë? Allahu është më i madh, nuk merret Allahu ndërmjetësues të askush prej krijesave të tij. Ky është hadithi që me lejen e Allahut azza wa jall do të mundohem mi thonë disa fjalë në lidhje me këtë hadith në natën e sotme, edhe pse është rrugës me tregu se hadith ka fjalë të dietarëve se është hadith i vërtetë apo jo. Ka prej dietarëve domethënë që thonë hadithi është i dobët, mirë po ka edhe prej dietarëve që me ngulm e pranojnë se është hadith i vërtetë, si Ibn Qayyim, Sheikhul Islam Ibn Taymija e të tjerë. Pavarësisht asaj, Sheikh Ibn Baz thot një fjalë, thot edhe pse ka pak dobësi në këtë hadith, në zinxhirin transmetuesve, realisht domethënë kuptimi i këtij hadithit është i qartë se pothuajse nuk ka pjesë të këtij hadithit, vetëm se nuk ka argumente tjera që e konfirmojnë dhe e përkrahin këtë përmbajtje të këtij hadithit. Me lejen e Allahut azza wa jall do të flas një 3 mesele në lidhje me këtë hadith. Hadithi apo meselja e parë në lidhje me këtë hadith është me kërku ndërmjetësim të Allahu përmes pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe me kërku ndërmjetësim të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam përmes Allahut. Sa i përket pjesës së parë, nuk ka dyshim se është e lejuar me kërku ndërmjetësim të Allahu azza wa jall përmes Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, sa ka qenë gjallë, nuk e shkuar me kërku që ai me bë dua në rastin konkret për shi, mirë po kemi edhe raste tjera, domethënë që pejgamberit sallallahu alaihi wasallam i kanë kërkuar që të bëj dua për familjet e tyre, për pasuritë e tyre, e kështu me radhë, e që realisht kjo nuk ka kurfar
paqartësie, nga se në shariatin ton është e lejuar se ka qenë vetë gjallë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam me shkuar te ai dhe me kërkuar ndërmjetësim te Allahu përmes tij, përmes tij e kam fjalën përmes lutjes së tina, domethënë dhe duave të tina. Kjo është e qartë dhe thash nuk ka kurfar paqartësie dhe shariatikisht e lejuar, ka ndodhur nëse përket shiut ai hadithi që është i vërtet, domethënë kohën e pejgamberit sallallahu kur ka qenë duke majtur hutben dhe ka ardhur një njeri dhe ka thënë ja Rasulullah se domethënë jem duke vuajtur nga thatësia edhe janë shkatruar domethënë toka, bagtitë, njerëzit e kështu me radhë, lutë Allahun azza wa jalla që të na lëshon shi, edhe pejgamberi sallallahu duke qenë në hutbën i ka ngritur dorë dhe ka bë dua. Mirë po pas vdekjes pejgamberit sallallahu ka ndodhur prapë thatësi sidomos kohën e Omerit. Mirë po Omeri nuk ka bë dua me domethënë pejgamberin se pejgamberi sa tashmë kishte vdekur, mirë po ishte aty Abbasi hoxha e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe tregon atë fjalën e njohur që ka thonë Omeri se ne kemi bërë dua në kohën e pejgamberit duke kërkuar që ai të bëjnë dua për neve me na lëshua Zoti shi. E tash që pasi pejgamberi sa nuk është gjallë, atëherë ne do të bëjmë dua përmes Abbasit, domethënë hoxhas së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Problemi është kjo pjesa e dytë që më kërkuan ndërmjetësim të Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, domethënë përmes Allahut azza wa jall apo përmes Allahut më kërkuar në ndërmjetësim të ndonjë nga krijesat. Kjo është e papranueshme, nga se Allahu azza wa jall është i lartë, Allahu azza wa jall është i madh, nuk përket me madhrinë e tina që të merret ai ndërmjetësues të dikush prej krijesave të tij, nga se i realisht ai që ndërmjetëson zakonisht është më i ulët se ai që ndërmjetësohet te ai, Allahu azza është më i lartë. Ai i cili domethënë ndërmjetëson zakonisht kërkon prej atina që ndërmjetëson te ai që faktikisht mja kryen një punë atij personi i cili t'i ka kërkuar, aleikum selam tullah, mja zgjedh atë punë e që realisht Allahu azza nuk ka nevojë mi kërkuar asgjë askujt prej krijesave të tina, pra thjesht janë këto çështje që e bojnë që realisht mos të kuptohet se Allahu azza është i ulti, Allahu azza kërkon diçka prej krijesave, nga se Allahu azza është i lartë dhe askush apo askujt nuk i ka bërë që Allahu azza që domethënë me shkua dhe njerëzit mi kërkua atina, domethënë Allahu mi kërku domethënë diçka ndaj favor dikujt prej krijesave të tina. Këtë duhet me pas të qartë. Mirë po, çështja është se kur e ka dëgjuar këtë fjalë se po thotë kë beduin, unë të marr Allahun ndërmjetësues të te Muhammed, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë subhanallah, subhanallah, vaj për ty, apo din çka po fol. Për çka je duke fol? Je të thonë me marr Allahun ndërmjetësues të krijesat. Allahu azza është më i lartë. Duhet me pas pozit më të madhe në zemrat tona. Ma lakum la tarjuna lillahi waqara. Qa është puna juve që s'pe madhrani Allahun azza wa jall, wa kabbirhu takbira, dhe thjesht madhrani atë me madhrim të plot. E thirrën me zonin me i ftu njerëz namaz thojmë Allahu akbar. Hym namaz thojmë Allahu akbar, se Allahu azza wa jall është më i lartë. Po njeriu ka punë, ka preokupime, ka angazhime ditore, ka gjëra që faktikisht me to, domethënë merret gjatë tërë ditës, mirë po kur vjen koha namazit, Allahu Akbar, Allahu është më i lartë, nga si është i tillë Allahu azza wa jall. Mirë po çështja është se në zemrat tona është Allahu azza wa jall me atë lartësinë dhe atë madhrinë që e meriton ai. Është Allahu azza wa jall urdhrat e tij, vendimet e tij, gjykimet e tij, me të njëjtën madhri siç i takojnë Allahut azza wa jall, e madhrojmë ne atë që Allahu e ka madhruar, wa man yu'azzim sha'air Allah fa inna min taqwa al-qulub. Dhe ai i cili i madhron simbolet e Allahut azza wa jall, ai është prej devotshmërisë zemrës. E madhrojmë në namazin se Allahu azza wa jall e ka madhruar, e madhrojmë në agjerimin, e madhrojmë në zakatin, e madhrojmë në haxhin, e madhrojmë namazin, leximin e Kuranit, e madhrojmë, domethënë përmendjen e Allahut azza wa jall, nga se prej madhrimit të Allahut azza wa jall është me madhru urdhën e tina, nga se Allahu azza është i lartë dhe urdhat e tina domethënë janë të lartë.
Vendimet dhe gjykimet e Allahut Azza wa Jall janë të larta. Realisht e mëdhrojmë ne gjykimin e Allahut Azza wa Jall ashtu siç e meriton, që kur vjen një vendim nga Allahu Azza wa Jall që kjo çështje është halal, që kjo është haram, ne më mjaftu apo thjesht shkojmë dhe gjurmojmë, domethënë zgjidhje tjera, vendgjykime tjera, ligje tjera e kështu me radhë, e që realisht nuk është kjo për madhrimit të Allahut Azza wa Jall. Kjo është çështje në obligime, mirë po çështje në ndalesave, për madhrimit të Allahut Azza wa Jall, qofse ne madhrojmë Allahun Azza wa Jall, duhet më largu mëkateve. Qofse Zoti nuk e don immoralitetin, qofse nuk e don bigjozin, qofse nuk e don sihrin, qofse nuk e don bartjen e fjalëve e mëkate të ndryshme, realisht për madhrimit të Allahut Azza wa Jall është më largu dhe thjesht mi përçmu këto mëkate. Jo vetëm mëdhajet, por dhe mëkatet e vogla. Për kanë ardhur për shumë prej selefëve ka thonë, mos shiko se sa mëkat të vogël je të e bë. Mirë po shiko ndaj kune duke bërë mëkat. Ka prej sahabëve ka thonë se jeni duke bërë vepruar një mëkate që jeni duke i pa çaq të vogla sa një fije floku. Mirë po në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ato mëkate i kanë llogaritur mëkate shkatërruese. Pra thjesht do të nderuar, ne kërkohet për besimtarët që të madhrën Allahun Azza wa Jall. Dhe Allah është i madhruar dhe i lavdruar dhe i lartë. Mirë po pyetja është se a lartësojmë ne Allahun Azza wa Jall ashtu siç e meriton madhëria e tij, e pej madhërisë së tij është që me lartësu urdhën e tij, vendimin, gjykimin e tij, mirë po mi përçmu atë që ka përçmuar Allahu Azza wa Jall prej mëkateve dhe ndalesave që ja ka bërë domethënë njerëzimit. Çështja tjetër që pyet njeriu është se çysh mundet me qenë Allahu Azza wa Jall i madh në zemrat tona, me kuptu madhrinë e tina, që thjesht të reflekton me atë që them me marrë urdhrat, ndalesat, vendimet, gjykimet e Allahut Azza wa Jall. Çështja më e mirë që njeriu ka mundësi me furnizu zemrën e tina, me ushqy zemrën e tina është me kuptu madhrinë e Allahut Azza wa Jall, amrin el-kebir, el-ali, el-azim, el-gjelil, el-wasi', këtë këta emra që të regojnë për lartësinë, madhështinë e Allahut Azza wa Jall, mirë po duke u nalër vetëm dy çështje, duke u nalër vetëm në atë me shiku madhrinë e qenjes së tij. Nga se ka një ditë një prej dietarëve të hebrejnëve që ishte në Medinën e Rasulullahit sallallahu alaihi wasallam, edhe po i thot: "O i dërguari, o Muhammed, a ke dëgjuar se Allahu Azza wa Jall e vendos qetë në një gisht, e vendos 7 palë tokë në një gisht, e vendos krejt drunjet në një gisht, e ujtë e tokën në një gisht, e krejt krijesa tjera në një gisht tjetër. Edhe thot, unë jam mbreti." E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po qesh në formë aprovuese të asaj çka po thot ky dietar i hebrejve. Edhe po e lexon fjalën e Allahut Azza wa Jall: "Ma qadarullaha haqqa qadrihi wal ardu jami'an qabdatuhu yawm al-qiyamah was samawati matwiyatun bi yaminihi subhanahu wa ta'ala amma yushrikun." Nuk e kanë madhruar Allahun Azza wa Jall ashtu siç e meriton madhëria e tij. Nga se tërë toka do të jetë ngrushën e tij në ditën e gjykimit, ndërsa qiejt do të palosen me dorën e djathtë të tina, i lartë qoftë Allahu Azza wa Jall për asajna që ata i mveshën dhe i bën shok dhe ortak. Pra vëllezër të nderuar, vetëm me shikue, domethënë këto krijesa me madhështinë e tyre, qoftë toka që jemi në të, detrat e lumente oqeanit, drunjet që në këtë tokë, pa kaluar të qiejt, të cilat secilin prej tyre Allah Azza wa Jall i vendos në një gisht, në grosht, i palen me dorën e djathtë, e thot: "Unë jam mbreti." Ku janë mbretërit e kësaj dunjaje? Ku janë ata domosdoshmë që kanë pretenduar, domethënë se kanë mbretërinë në këtë tokë? Por kjo mjafton me kuptue se për kën jem duke folur, madhështinë e kuna jem duke folur, se sa të vogël jem ne
krahasim me Allahun Azza wa Jall. Nga se kam treguar edhe një herë tjetër çështja e kurësisë së Allahut Azza wa Jall. Krahasim, domethënë qielli dhe toka me këtë kursi është si çështja një hallkës e hedhur në një shkretir. E çështja e kësaj kursie në krahasim me arshën e Allahut Azza wa Jall është po ashtu se një hallkë e hedhur në shkretir, e mbi arsh është Allahu fuqiplot dhe i lartësuar, pra mendoni madhështinë e krijuesit Allahut Azza wa Jall me kuptuese kanë po thojmë me madhru. Mirë po me madhru Allahun Azza wa Jall për një arsye tjetër të nderuar, me madhru Allahun Azza wa Jall për shkak se jo vetëm qenia e tij, por edhe emrat e cilësitë dhe veprat e tij janë të mëdha, vetëm shiko çështën e diturisë së tina, i cili din të kaluarën, din të tashmen, din të ardhmen, din atë që realisht njerëzit e fshihen, domethënë në gjoksat e tyre, din atë që shifet edhe shfaqet, din atë që domethënë edhe din për njerëzve të mshefet. Realisht kur Allahu Azza wa Jalla ka folur për dijen e tina, ka treguar se walau anna ma fil ardi min shajaratin aqlam wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhur ma nafidat kalimatullah inna Allaha azizun hakim. Sikur krejt drënjët që janë në tokë më shndrun lapsa, edhe një deti që pas ti vinë 7 detra të tjerë, shndrohen në ngjyrë, nuk kanë me ardhë në fund, domethënë çështjeve të ditërisë dhe fjalëve të Allahut Azza wa Jall, nga se Allahu Azza wa Jall është i gjithdijshëm. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lan nafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Sikur të ishte me qenë, domethënë deti, ngjyrë që shkruan fjalët e Allahut Azza wa Jall, kish më u harxhu deti, e nuk kishin më u harxhu fjalët e Allahut Azza wa Jall, edhe nëse sillen më deti tjetër. Po ashtu është edhe për shikimin e Allahut Azza wa Jall, se atina nuk i fshihet ajo që domethënë njerëzit e fshihen. Po ashtu është për dëgjimin, se Allahu Azza wa Jall dëgjon atë që është larg, si e dëgjon atë që është afër. Thjesht pasuria e tina është e pakufishme. Ka në hadith të vërtet, hadith qudsi, se sikur këtë njerëzve domethënë kishin me kërku kërkesat e tyre, edhe Allahu Azza wa Jall secilët më kanë plotësu ato kërkesat që i kërkojnë, nuk ishën me paksuar pasurinë e Allahut Azza wa Jall, vetëm sa e shtin një gjilpanë dhe nxjerr prej detit, sa ka mundësi me marr ujë. Kjo është madhështia e Allahut Azza wa Jall, për cilën po thojmë ne duhet me madhru. Kjo është Allahu, kjo është qenia e tij. Këto janë disa nga cilësitë dhe sifatet e tina, me kuptuese për këm po flasim. Këndon me madhru. Kush do të me gjetë zemrat tona vend që thjesht mju për ul me frikë respekt urdhrave, vendimeve, gjykimeve, mirë po edhe me të njëjtën frikë mi largue mëkateve që Allahu Azza wa Jall na i ka ndaluar. Për fund, po e përmbylli këtë shpjegim të hadithit vetëm me një çështje. Ajo se kë, domethënë beduin, po vjen për e fol këtë fjalë, edhe nuk po din se çka po thot. Po gabon duke folur, duke thonë se e marrë Zotin ndërmjetësues te Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Që faktikisht është fjalë pa dije. Mirë po pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po reagon aty për aty dhe po i thot subhanallah, wayhak atadri ma taqul. I lartësuar qoftë Allahu Azza wa Jall, vaj për ty, a pe din çka po fol. Kemë në të rek njëve vrejtjen se shpesh flasëm fjalë, e që s'ja dim as kuptimin, as nuk ja dim pasojat që kam mundësi me shkaktua je fjalë. Për atë ka orë në hadith vërtet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se ka mundësi një njeri me fol një fjalë që shkakton hidhrimin e Allahut azza wa jall, e fut në xhenem 70 vite. E sa herë domethënë ne dëgjojmë njerëz duke fol fjalë, qoftë për Allahun, qoftë ndoshta fol për Kur'anin, qoftë ka herë fol për kaderin, apo që fjalë realisht të rçetet trupi çysh e fol muslimani këtë fjalë, edhe me pyet atë person ai thotë se kam pas këtë mendim, as thjesht se kam synu këtë punë, ama çat kuptim e ka, kur domethënë njeriu e sqaron edhe i tregon se për çka e ka.
ama fatkeqësisht edhe jemi liruar gjuhët tona, edhe si kushtojmë vëmendje shumë që po flasëm, edhe ndoshta më thon dikur, subhanallahu thotë që sa vjet e përdorin këtë fjalë se pas kam ditë çfarë kuptimi ka. Po se këtë ditë se realisht që ka në hadith vërtet pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ilaçi pa diturisë është me pyet, ilaçi pa diturisë është me mësu, që realisht kur flet për madhrinë e Allahut azza wa jall, për qenën e tij, për fenë e tij, me pas kujdes se çka po fol, nga se nuk mjafton këto veç njeti i mirë. Me thonë valla se kom pas çat njet. Se unë jemi bindur as ky sahabi se ka pas këtë njet kur e ka fol këtë fjalë. Mirë për pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka reaguar aty për ato i ka thonë subhanallahu, mirë për ty. Vaj për ty, domethënë a pe din çka je të fol. Nuk merret ndërmjetësues Allahu për të askush prej të krijesat se Allahu azza është më i lartë. Mo merr ndërmjetësues merr dikush që është më i ulët, për dikush që është më i lartë. Allahu azza është më i lartë, është krijuesi gjithë neve që na mban dhe nuk ka nevojë ai thjesht të ndërmjetësoj te dikush prej krijesat e tina. Mirë po, njeriu thash do të më pas kujdes, domethënë se çka po fol, përgjithsisht me rujt gjuhën e tina, nga se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka treguar se nuk ka çështje që i gjun njerëzit me fytyrat e tyre në xhenem, më tepër se ajo që e korrin prej gjuhëve tyre. Faktikisht me rujt shumë gjuhën për çdo kënd, edhe për njerëz që mos i marr për goje, mos më akuzu pa bazë, mos më përçesh, mos më bëjt fjalë. Mirë, po kur vjen puna për fenë e Allahut azza wa jall, kur vjen fjala për Allahun azza wa jall, për madhështinë e tina, me pas edhe më tepër kujdes se mos po folëm në fjalë e po shkaktojmë hidhrimin e Allahut azza wa jall, e Allahu azza wa jall po na dënon. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad.